fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Sot do të kem një rrëfim ultra urrënqethës me njeriun që jetën dhe punën ja kushtoi popullatës, kryesisht prej nga Vjen, më sakt nga Tërdeci i Drenasit. Është ky doktor Gani Halilaj. Shikues të nderuar, gjatë bashkëbisedimit do të kemi rrëfime ultra rrënqethëse, të cilat unë do t'i paralajmëroj edhe gjatë bashkëbisedimit që fëmijët mos të jenë afër ekranit dhe njerëzit që nuk mund t'i përballojnë këto përshkrime ta shmangin atë pyetje ose atë rrëfim që mund të zgjas disa minuta. Pa humbur kohë dhe ta ndjekim në vazhdim. Me të vërtetë është gjendje katastrofike, si shpeshini dhe më pare veç ka put më në ka çfarë gjendje. Ona sanitare higjienike është në nivel. Se i përket banave, momentalisht nuk kemi asgjë. Mungojnë gjitha banat që kanë masat nevojshme. Me antibiotik, me antipiretik, me antituberkulotik, që e po që kjo pacientë këty. I had my way. We have never hurt a man, always watched our dear never leaving us alone. Doktor Gani, ke pas situatat të ndryshme. Do me thonë, ke pas situatat ndonjëherë dhe të vështira e të rënda. Megjithatë, për këtë emision kisha dashur të shkëputësh disa prej tyre që ti idenë edhe publiku, po të kristalizuara dhe detajizuara me krejt realitetin që i kam përjetu eventualisht ndonjë edhe pacienti veçantë. Cili kishme qenë përshkrimi jëtë dhe cilin rast ose cilët rastet i kishe vequë me këtë rast në këtë bashkëbisedim tonë? Shumë mirë the që ke pas shumë raste dhe vërtet janë shumë raste. Por për të përmend ose ato të cilat kanë qenë ndoshta më dikuese, më prekse, do t'i përmendi një 3 ose 4 raste. Shikues nderuar, përshkrimet që do t'i bëj doktori ynë sot bashkëbisedues janë mjaft prekse, unë i kam dëgjuar njëherë në bisedat tona, kështu që ju rekomandoj të i largoni fëmijët dhe ata të cilët janë të paqëndrueshëm dhe s'mund përmbahen në përshkrime mjaft ndjeshme, ju rekomandoj që mos të vazhdojnë ta përcjellen emisionin në këtë temë. Një prej rasteve që fillimisht ka qenë kuadër këtij odbore dhe këtij vendi është ardha e një ushtari të Bekim Hisenaj, që është vrarë në betejën e madhe në Trstenik ose në fushbetejën e Trstenikut,
ku 24 orë ka qëndru këtu në këtë pjesën, do thotë në garazhat që kemi pas, që kemi do thotë shfrytzu si familje. Si ka ardha i këtu? Ka ardhi vdekun nga bashkëlqytetare. E kanë sjell vdekun. Kanë sjell me qëllim për me shërua, po jo? Jo, e kanë prua për arsye se s'kishte ku me qëndrue, edhe e kanë prua këtu. Ata trajtu mandej për varrim. Për varrim, për çështjen e varrimit. Pra 24 orë ka qëndru këtu për shkak të ofenzives edhe luftës. Luftarët s'kan pas mundësi tjetër çka të bëjnë, bashkëlqytetarët ta sjellin këtu edhe ka qëndruar 24 orë. Domethënë ka qenë rasti tepër i ndihshëm dhe tepër prekës. Pastaj, rasti ma prekës pra që na ka prek edhe mua dhe si ekip, është rasti i Drenusha Gashit nga fshati Qabiq. Aja ka qenë me datën 7 prill 1999, kur ofenziva serbe gjuante dhe nuk kursente edhe civilet, dhe një prej tyre ka qenë edhe vendi ose ambienti ose shatori ku qëndronte Drenusha së bashku me nanën e saj dhe vllau, ku të dytë në atë moment vdesin, bien, do të për shkak të granatës, kurse Drenusha e pat fatin të shpëtoj. Çfarë moshe ka qenë? Ka qenë mosha 5 vjeçare. Qatja ime s'ka qenë për arsye se s'desha më pa Drenusha, por lotët nuk kanë rrjedhë. Nuk kanë rrjedhë atëherë. Dhe ajo shpëtoj me dëmtimin e krahut të djathtë, do më thonë një dëmtim që ka qenë dëmtim i rënd. Fillimisht ndihma parë është dhënë në kuadër të mjekut doktor Pash Buzhale, që ka qenë edhe ai një prej mjekëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, për disa një ditë ose dy, dhe më pas vinë 2 ushtarë, kanë punuar në kuadër të Forcës së Sigurisë Kosovës. Është fjala për Rahime Hajdarin dhe Lendita Isufin, dhe më kërkojnë, me gjenë, edhe më thojnë, doktore, kemi një rast shumë të rëndë, që e ka marrë një trajtim fillestar, por duhet me vazhdu trajtimin. Ma shpjegojnë parafërsisht, edhe them po, unë do të vije, edhe do të jem i gatshëm me ekipën time, vetëm vendin edhe momentin kur me ardhën, e caktojmë edhe caktojmë në odën e saj, apo në odën e babës së saj, që është një herit edhe vllau i saj, Feyzullah Hajdari, që është tani dëshmor, dhe e bin Drenushën. Drenusha më kujtohet si sot fëmijë tepër i heshtur, por në atë formën sikur kërkonte t'i japim një ndihmë. Edhe e shohim, e marrëm, e hjekum fashat, ishte do të thotë një fashim shumë i mirë, një tamam profesional nga doktor Pashku, dhe e shohim që dora ishte damtuar aq rand, nuk ishte vetëm pjesa e enëve të gjakut, por ishte damtuar edhe pjesa kockore, mishra e tjera, dhe gati ishte e shkputur, e mbante vetëm një pjesë e fundit e lkurës në atë dorë. Dhe unë po ju them, edhe asaj që ishte një tezë saj më duket, ose një zbashku me këto 2 ushtarët, edhe ekipin që e kisha, thash, kjo dorë duhet të amputohet, duhet të largohet, për arsye se sa të rrin, ma gjatë sa të rrin, kjo mundet me shkaktu probleme, duke i ditur komplikimet e mundshme për shkak të infeksionet sekundare, sepses e tjerë, dhe thash që duhet të larguar. U stepën, metën ekipa edhe fillun të qajnë. Edhe për i thamë ekipes, kush mundet me qëndru këtu, qëndro. Kush mundet me qëndru, dini jashtë. Dhe i vetmi që ka qëndru me mu, zbashku me këto 2 ushtarët, edhe me tafërmën e saj, spedia ka qenë teza, kush ka qenë një gjylferia, më do këtë, se emni bashkë mirë, nuk më kujtohet. Thash, ju duhet më ndihmoni të mbajmë Drenushën, të mbajmë, do të thotë, për mos me ban, do të thotë lëvizje, për mos me ban një lëndim më të madh, dhe ka qëndru edhe vetëm tekniku Hazir Elshani, por Haziri jotëm që qëndroj, por edhe më gjendë momentin kër i thash, më duhet me gjetë një skalper të madh, a kem na një skalper të madh, për arsye se duhet edhe kockat pjesa kockore të preje të hiqej, por njëkohësisht edhe pjesa e lkurës. Për fat, në çantën e tij e kish pas një skalper të madh, që është domethënë më i madh se skalperat normal, me dorë sekret, dhe e kemi fillu punën. Drenusha qante, vërtet për thamë unë e di që kom arrit të qëndroj edhe të mbahem në ato situata, por e kemi shput atë dorë. Gjithmonë, ajo duke qanin edhe ushtarët, qanin edhe ajo për qelëse asaj, po unë e qëndroja. Se duhet e qëndroja, edhe e kryeva punën.
time që për këtë çështjes së amputimit ose hikjes së asaj pjese që ishte e dekompenzuar dhe e total do thotë e vdekur. Dhe nuk e di në atë moment, prof i nderuar, se si më ka ardhur në mendje, që dhe sot e kësaj dite që u dita me veten. Them, si më erdhi ajo në mendje, them, kjo dorë duhet të më shifet edhe duhet të ruhet si shenjë e masakrës edhe veprimit genocidal që ka bërë Serbia, jo vetëm ndaj popullatës civile dhe jo vetëm ndaj njerëzve më të mëdhenj, por edhe ndaj fëmijëve. Edhe një prej tyre ka qenë vllau i Rahimes, Feyzullah, që thash është tani dëshmor, e ka thirrë edhe ku më thonën merre, ti e din si e pështjell në një qese, najloni ose edhe vendin, lokacionin, do thotë ta gjesh, edhe nesër pas nesër të dim se ku është ai lokacion. Edhe ai ka shku në shenjë ose afër një lisit të madh, e që zbashku me profin e nderuar, me të madhin Nusret Plana, ekziston, do më thonë, insistimi ti ka qenë që po duhet dhe jam interesuar me bërë një film dokumentar për Drenoshën duke e ditur, po njëkohësisht edhe jam interesuar edhe të shkojmë të gjejmë dorën. Kemi shkuar atë ditë, po me gjellat dora, me siguri, për shkak një kohë të gjatë, nuk e gjetëm. Dhe pastaj e kemi vazhduar pastrimin, dezinfektimin, lidhjen, fashimin e dorës, dhënien e terapisë adekuate ampulare për shkak të një infeksionit mundshëm, trajtimin që e kemi bërë edhe për një kohë 4 ditë që më duket ka qenë, dhënia do të 2 herë injeksione, po njëkohësisht edhe hjekjes së pjesëve të cilat kanë qenë ose kanë pas mundësi të mbesin akoma, dhe ne e kemi trajtuar në atë mundësitë edhe kushtet të cilat vërtet ka qenë vështira, por ndoshta po them vike një forcë, vike një fuqi që arrinim të përfundonim qysh është më së miri, dhe s'kemi pas as komplikime. Unë çuditëm sot e kësaj dite për shkak se e din domethënë për salla si bëhet çështja e dezinfektimit edhe asepses ose kundër sepses, do thotë njerëzve, kurse ne në kushtet që i kemi pas, nuk kemi pas asnjë rast të ndonjë superinfekcion ose të ndonjë sepse ose të ndonjë infeksioni sekondare të tjera. Pra kemi përfunduar dhe kemi dorëzuar, e kemi përcjell në Krojmir tek doktori Jakub Ismaili, dhe ai edhe sot ose pas intervistës që ka bërë në Sretlana, thotë si ka pas mundësi në ato kushte, në ato mundësi të bëhet një trajtim i tillë që tepër profesional edhe tepër për mos më ardhur deri tek komplikimet sekondare, e që ai ka vazhduar për disa ditë e më pas është përcjell për Shqipëri dhe prej ato tani në Francë, edhe Drenosha sot jeton dhe ka familje, por gjithmonë falenderuese. Ajo është sot një 30 vjeçare, apo jo? I ka me siguri 30 ose nashta edhe më shumë, çaty pari ka, në bazë të asaj. Dhe ajo ka familje sot? E ka familjen, jeton në Francë në mënyrën më të mirë, edhe takimi i parë më preks ka qenë në një dasëm që kemi pas së bashku me Jahir Demakur, edhe ajo më thët, a dën me pa tha Drenoshën, thash, qysh du me pa Drenoshën, tha që tash po ta sjellje, dhe ka qenë takimi më emocionant, më preks i imi në saj të takimit parë që kemi pas. Dhe vërtet po them, edhe ajo fjalë falenderuese, po edhe njëkohësisht edhe unë e krenar për atë punë dhe atë veprim. Në atë takim eventualisht a keni folur rreth kujtimit të saj, ai kujtohet asaj rasti? Po. I Kujtohet. kujtohet, për arsye se edhe si mosh ka qenë tash 5 vite diçka, po megjithatë e kujton edhe në bisedë ose në bashkëbisedim tregon, por në pika jo thokta, po megjithatë i kujtohet domethënë si rast, si moment edhe kështu. Ever since that ancient time when peace only reigned, we have loved and we love still all the people of goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. happiness had no end for no girl and for no boy.
Rast tjetër, tepër emocionant, po njëkohësisht edhe një farë forme që më jep guxim edhe kurajo në atë formën e përshkrimit të një gjendje të veprimit profesional që e kom pas. Jo vetëm une, se s'mund të livdohem dhe të them që une e kom ba. Po së bashku me ekipën time, është rasti i Esat Bylikbashit. Pra është rasti që Esati i ka mbijetu në sajet e fatit të jetës së tij që ka pas dhe rrëzimit të vllaut të tij, ku vllau i tij mbetet i vdekur. Në cilin vend? Në fshatin Trstenik. Pra Esati ishte i plagosur, ose më mirë më thonë i tentim për ta vrarë, do të thotë forcat ato kanë konsideruar se ka qenë i vrarë, por në fakt ka shpëtuar, edhe ai është i plagosur në 7 venda, do të thonë sikur mund ta përshkruaj me Gjergje Lezalin, do të thonë i ka pas vrimat hyrëse dhe dalse në 7 vende trupore. Dhe ai ka ardhur me një gjendje tepër traumë, edhe për shkak të plagëve të fituara, por njëkohësisht edhe humbjes së gjakut që kishte gjakderdhje. Vllau i tij ka qenë mbi të, edhe ai ka shpëtuar gjithmonë, thash në sajet e fatit që ka pas, edhe Zotit që ka arrit t'i shpëtoj asaj situate. Dhe ka qenë një natë vërtet edhe me shi, edhe një natë që mbetet mend parasysh se në momentin kur ka ardhur nuk kam qenë unë aty në kuadrët ambulantë, parasysh se na kujdestaronën, ishim 24 orë, por atë natë erdha për fat, erdha tek fëmijët dhe kisha mundësinë domethënë her pas here t'i vizitoja fëmijët, edhe ato jo shpesh, por her pas here, dhe vjen një Hysen Xhemajlaj që ka punuar së bashku me ekipën time, teknik dhe më tet, doktor eja se është një rast tepër i rëndë, edhe s'di e gjejmë gjallë. Është plot me plagë edhe me gjakderdhje. Është fjala pra për Esat Bylikbashin. Kur shkoj, ekipa kishte vepruar edhe pa shkuar, parasysh se ishin të informuar se çka duhet veprohet situata të tilla. Ishin mundu do të ndalonin gjakderdhjet ose vendet ku kishte gjakderdhje më të mëdha dhe i kishin vendos infuzionet, parasysh se ishin të informuar se çka duhet edhe të veprohet situata të tilla. Pra kur shkoj shoh plagët e tina, ishin si plagët e Gjergje Lezalis, në të veç në s'dijas vetë si shoh plagë në tana pjesë të trupit. Por fati i tij që s'kishte atakuar organet vitale. Edhe ne i tham, merrni forcë, merrni angazhim, edhe këtë njeri duhet ta shpëtojmë nga vdekja që ishte vdekje e sigurt. Pra i kishte 7 plagë depërtuese në trupin e tij, plumbit, që kishte shpëtuar vllau i tij në hati, ishte mbi të, kurse ky ishte përfundim në hati. Dhe kishte shpëtuar, kishte arritë të shpëtoj fati, s'kishte atakuar organet vitale, edhe dhe e fillojmë punën tonë, angazhimin tonë profesional, me të gjithë parasysh se u mësuam tani, veç u mësuam edhe me rastet e tilla, po mësuam edhe si të veprojmë situata të tilla. Dhe i kam thënë që lëshoja, është fjala për infuzionet, jo pik, po pa ndalë hiç, parasysh se ai kishte humbur gjak shumë, por mjerisht nuk kishte mundësi për t'i dhënë gjak, që kishte humbur shumë. Dhe atë natë ton natën së bashku me ekipin, parasysh se ka qenë një natë edhe me shi, po edhe ka qenë një natë e rëndë për neve si ekip që dënëm me çdo kusht ta shpëtonëm atë person. Edhe arritëm ta shpëtonëm në sajet e fatit, Zotit dhe njëkohësisht edhe angazhimit të ekipës. Pra atë natë ton natën kemi dhënë infuzione për me rimbush, se duhet rimbush për shkak të humbjes së gjakut, dhe të nesërmen Esati, parasysh ka qenë një person tepër i fortë, edhe pse mosha e tij atëherë ka qenë 17-16 vjeçare, 17 çatu pari ka qenë. Sot ai jeton në Francë, edhe kom pas takimin para një javë me ta, edhe është falenderues ton jetën, pra si ekip për angazhimin që e kemi pas, edhe për kushtimin që e kemi pas, jo vetëm unë, s'mund të lidhdohem, edhe tensioni kam qenë, po ekipa që vërtet, por edhe qetësia e tij, edhe komunikimi i tij, edhe aftësia e tij na për të i jetuar. Dhe sot, pra ai njeri, ai person jeton, edhe u qëndroi gjithë aty në plagëve, jeton në Francë edhe është profesor. Do thotë ka arrit titullin të jetë profesor e
gjithmonë falenderues dhe mirënjohës për angazhimin. Pra, ka nejtën 3 deri në 14, nuk më kujtohet mirë, gjithmonë me angazhimin dhe përkushtimin që kemi pas, po që ai i ka mbjetu kësaj situate edhe këtyre momente që vërtet po them nuk mund për finderuar. Unë them se ekziston një fuqi e lartë, edhe besoj unë në Zot që në situatet e tilla domethënë edhe neve si ekip, po njëkohësisht edhe njerëzve të cilët kanë qenë situata të tilla se si ka arrit ose si kanë arrit të kalojnë situatet e tilla. Kështu që vërtet po them ka qenë një bashkëdyzim edhe i angazhimit tonë, po njëkohësisht edhe i fuqisë mbi natyrshme që në këto situata i kemi të i kaluar dhe kemi arritën të i kalojnë. Pra, ai sot jeton së bashku me familjen, e ka titullin profesor në Francë dhe njëkohësisht ligjërar studentave, edhe kisha para një javë ditë takimin me to dhe ishte një kënaqësi tepër e madhe, po njëkohësisht gjithmonë falenderues për atë përkushtim dhe angazhim që kemi pas. Që edhe në Francë, kur ka shkuar do thotë, ose kur është trajtuar jashtë Kosovës, do më thonë Shqipëri fillimisht, e më vonë nuk e di ku ka vazhdu më duket Itali, mos ka bosha, pra ai thëtë si kanë arritën këtë kenë një trajtim tillë, tjetë një trajtim i tillë. Unë së bashku me ekipin time, se këtu duhet përmend edhe doktor Fadil Bekën, që edhe ai do më thonë ka qenë një prej atyre që ka ndihmu. Unë s'kam qenë kirurg, po doktor Fadili ka qenë kirurg, po megjithatë në momentet e para, takimi i parë ka qenë me neve, se si kemi arritë, edhe qëllimi ka qenë si me rimbush atë humbje që ka pas volumit të gjakut, volumit do thotë lëngjeve trupore, për shkak të gjakderdhjes që thash, ka qenë 7 vena i plagosur. Edhe për kushtimit që kanë pas edhe bashkëfratarët, po edhe luftëtarët që e kanë sjell atë natë me shi, me lese, do thotë e kanë sjell deri tek ambulanta ku ne veprojmë në lagjen Tahira, që me siguri do të shkojmë edhe atje të shohim vende ku kemi vepruar. Unë së bashku me ekipën, po njëkohësisht edhe doktor Fadil Beka me pjesën e vet në aspektin kirurgjikal, profesional. Rast tjetër është një fëmijë që ka qenë, parasysh se ne nuk kemi pas vetëm të plagosur, po kemi pas edhe popullat civile. Një prej tyre ka qenë edhe një fëmijë që ka ardhur i dehidruar, do thotë humbje të langjeve, taman ka qenë fëmijë i pjesës së Afrikës, do më thonë me një turgor të humbun, me një likur, do thotë ka pas në tërësi do thotë humbje të langjeve. Fëmija ka qenë atëherë i moshës që të 3 muajsh, 4 muajsh, por që kishte humb langje për shkak të barqitjeve, dhe ne me insistimin tonë edhe të ekipes tonë arritëm që të rikthejmë një jetë, edhe sot ai jeton, edhe është do thotë është i lagjes Tahiraj, e që praktikisht edhe sot është falenderues edhe ai, edhe prindi i tij. Nuk po e përmendi, do më thonë ashtu s'është e rëndësishme me përmend emrin, pra ka qenë një rast që vërtet po them në kushte normale ai s'kish mbijetu dhe s'kish jetu. Jam shumë i sigurt, po që tu duhet përmend se ka ekzistuar edhe një fuqi ose një bifuqi tjetër që na ka ndihmuar së bashku me angazhimet edhe përkushtimet që e kemi pasur. Doktor Gani, do të pyes që tash për disa figura edhe historike, edhe e du një përshkrim tondin shumë të shkurt për ta me 2-3 fjalë. Unë do t'ja u them vetëm emrat. Nana e madhe Gonxhe Bujaxhiu. 2 fjalë për te. Humanitare, person model për neve edhe për të tjerët, për humanitetin edhe për kushtimin që e ka pas edhe jetën që ja ka kushtuar ndaj njerëzve me nevoja. Unë i them pasuri kombëtare, njeri i sakrificës dhe i rezistencës, Baca Adem Demaçi. Baca Adem Demaçi është njeri prej inspiruesve, njeri prej atyre që ne e kemi model edhe do ta kemi model historikisht për mençurinë, qëndrueshmërinë e tij, vizionin e tij që ka pas edhe për atëherë, po edhe për të ardhmen, dhe njëkohësisht njeriu që vërtet simbolizon rezistencën ose me atë person ne simbolizohemi si njerëz të rezistencës, qëndrueshmërisë, po njëkohësisht edhe të pritjes së një të ardhme më të mirë ose asaj që ne sot e gëzojmë edhe kemi lirinë e Kosovës. Ibrahim Rugova. Njeri i mençur, njeri vizionar, njeri i qëndrueshëm dhe asnjëherë i dorëzuar para sakrificave dhe mundësive që ndoshta dikush tjetër ishte dorëzuar, por ai s'u dorëzua asnjëherë, qëndroi dhe rezistoi sfidave dhe problemeve të shqiptarëve në tërësi. Familja emblematike
që unë e quj hynia shqiptarisë, familja Jashari në krye me kryekomandantin Adem Jashari. Adem Jashari, njeri vizionar, njeri emblematik i lirisë, njeri që ka pas vizion edhe mendje për të ardhmen tonë, të Kosovës edhe të fëmijëve tonë, po njëkohësisht edhe qëndrueshmërinë, po edhe sakrificën që ka bërë edhe ai vetë, po edhe familja e tij për lirinë që e gëzojmë ne sot. Duke marrë parasysh profilin tuaj, prej mjeku dhe kur thuhet mjek, humanizmi është në te i përfshim, ngjarja në Prekaz dhe në familjen Jashari prek dimensionet morale, prek dimensionet kombëtare, historike, ndërkombëtare. Është rasti unik në univers për mendimin tim që ka ndodhur ndonjëherë, jo si sasi e të vramëve, e të flijumve, por si mënyrë që shka ndodhë, dhe e thanën prej një mjeku dhe një humanisti si mund të cilësohet si ngjarje. Do me thonë, unë personalisht nuk e quj masakër, aty është zhvilluar një platformë luftarake, po megjithatë nga prizmi i mjekut, nëse mundesh nga ky aspekt me fol, cili cilësim kish mi shku kësaj ngjarje që barikadohen shtëpit vet, asnjë plum nuk shkrepët as andej, as këndej 20 metra larg shtëpie, ku heroikisht bin gra, pleq, plaka, fëmijë, krejt një familje komplet me farefis. Si e cilëson një mjek i luftës në ngjarjen në Prekaz? Unë do të bëj një krahasim, edhe unë si mjek nuk jam i rastishëm. Pra, inspirimin tim edhe angazhimin tim e thash edhe më herët e kum pas për i prindit, prej ndjerit i Lazbilit. Angazhimi dhe sakrifica ime ka qenë e imja për të ardhur deri për të qenë mjek. Po familja Jashari nuk është familje që ka ardhur ad hoc, si në aspektin e qëndrueshmërisë së kësaj familje, si në aspektin e flijimit të tyre për lirinë të cilën e gëzojmë. Pra ajo ka qenë familje e pregaditur, të nis nga legjendari Adem Jashari, nga Hamzi Jashari, po edhe nga njerëzit të cilë Shaban Jashari, për arsye se unë kam pas fatin takuam edhe me Ademin, edhe me Shabanin, edhe ka qenë takim familjar, kështu që kjo është një pregaditje që ka qenë e jo rastishme, jo momentit, por që ka qenë vite pregaditje për një flijim të tillë dhe njëkohësisht për një arritje të cilën ne e gëzojmë sot. Kështu që thashë, kjo është një diçka hyjnore, është një diçka që s'mund ta bëj askush, as se ka bërë deri më sot askush, dhe ne do të jemi gjithmonë falënderues, gjithmonë mirënjohës, dhe të jemi të kthyer te kjo familje, te këta njerëz, sikurse ata të cilët shkojnë në Çabe, na të kemi, do thotë Çabe jon, është kjo familje dhe këta njerëz do duhet gjithmonë të jemi përkujtues dhe njëkohësisht jo vetëm përkujtues, po mirënjohës që kjo familje sot u flijua, që ne ta gëzojmë këtë liri, po njëkohësisht Adem Jashari që simbolizon qëndresën, po njëkohësisht edhe flijimin që ka bërë, për a e ka ditun që nuk mund të rezistoj me një artilleri të forcave serbe, që ka qenë do të thotë i rrethuar, por ka desht t'i tregoj ose të simbolizoj me qëndresën e tyre, me flijimin e tyre, edhe njerëzve për rreth, edhe ushtarëve të tij, po njëkohësisht edhe botën ta sensibilizoj se erdhi fundi dhe duhet që ky popull të tregoj edhe të ashparsohet edhe të tregoj revolucionaritetin dhe angazhimin e tij dhe flijimin e tij për lirinë të cilën ne e gëzojmë. Doktor, një jetë ja ke kushtu profesionit tënd edhe Kosovës. Sot Kosova është vend i pamarrën, i çliruar, me një demokraci të brisht. Demokracia është çdo herë për të dëshiruar. A është sot Kosova edhe ai ka atributet e një vendi dhe një Kosove për të cilën ti ke luftuar dhe ja ke kushtuar një jetë kësaj? Apo ka edhe sende për të dëshiruar? Unë ma shumë do të pajtohena me këtë thanin e fundit se ka akoma për të dëshiruar. Me të të drejtën, shpesh do shta demoralizohame. Shpesh kom ra në pesimizëm për shumë situata. Po nisna vetëm prej një diçkahe që e thërnën gjatë luftës. O vesh në të shlirohemi një herë, se me një lukë keme hangër, edhe ma kur s'keme pas
probleme edhe situatat cilat i kemi pas më përpara. Po si duket, pas luftës filloi pak edhe çështja e inateve, edhe çështja e xhelozive, edhe çështja e pasurive, edhe çështja domethënë të cilat janë dytësore për ato të cilët ne thonim edhe ishim gjatë luftës. Kështu që thash më shumë pajtona që to me të dytën që thatë ju, për të dëshiruar, por gjithmonë me një shpresë që nesër pas nesër, gjeneratat që vinë, gjithmonë dhe asnjëherë duke mos ja u përcjellë dhe transmetu gjenerata parasyse, edhe këto duhet ta them. Nuk duhet që ne të rinjtë tonë të mendojnë që u erdhi në pjatë kjo liri, edhe erdhi bash letë. Por ka qenë një sakrificë e tërësishme e njerëzve të cilat kanë qenë me vite, dhe me shekuj që ne sot e gëzojmë këtë liri. Por kuptohet, pjedestali ose kulmi i krejt kësaj sakrifice edhe këtij angazhimi është lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke mos lën anash edhe çështjen e angazhimeve që kanë pas edhe paraardhësit para ushtrisë shërimtare të Kosovës, edhe lufta ta quajnë thojza paqësore jone që ka qenë nga doktor Ibrahim Rogova, që ka qenë një prej inspiruesve ose njerëzve që neve na ka mësuar si të rezistojmë, si të qëndrojmë në formën edhe mënyrën që ne të mos dëmtohemi, por momenti e deshti që duhet nashta edhe të kthehet pushka, arma ndaj okupatorit, dhe ky moment është sublimu dhe ka arrit kulmin të cilën e kemi në sajet e dëshmorëve, familje dëshmorëve, invalidëve, luftëtarëve, ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, por them është pak ose ka njëherë vjen ka një pesimizëm, vjen ka njëherë një dëshpërim. Pse nuk po i respektojmë çato vlera? Pse nuk po arrijmë që ne të jemi gjithmonë ashtu siç kemi thënë gjatë luftës, si do të hajmë në një pjatë, do të hajmë në një lugë vetëm të shlirohemi, por me siguri është një diçka sociologjike që vetëm sociologët dinë të shpjegojnë, pra sy se është çështje interesa ndryshme tjera. Pra, po prapse them edhe shpresoj që do të vije dita një ditë që ne do të jemi të pastër në aspektin si loti, edhe mos na kapin interesat, mos na kapin çështje tjera dytësore, por gjithmonë të mendojmë të ajat për të cilën janë flijuar dhe kanë rrahë për këtë shtet dhe për këtë vend, për fjala për dëshmorët. Asnjëherë duke mos thënë që kjo erdhi vetëm momentin e fundit, po duke mos harruar historikisht rrezikun dhe angazhimin që kemi pas edhe në aspektin politik edhe në aspektin ushtarak e tjera. Doktor Gani, në emën timin dhe në emën të shikuesve falenderoj shumë për krejt që ka ke bo për Kosovën, të uroj edhe të dëshiroj mirëqenie e veç gëzime në familje me bashkëshortën tonë, dhe që është një burnesh e veçantë dhe që e ka një merit që ti janë një dhe i e shpalosë sot, fëmijëve tu, djalit tonë si Rezja që sot po realizohet në profesion dhe po punon, dhe vajzave tua, e nipave, e mbesave që i kije. Zotit rujt, e falenderit shumë. Unë të falenderoj shumë, prof. I nderuar, për arsye se e di historinë tënde, angazhimin tënd dhe orientimin tënd që ke pas gjithmonë të drejtë, revolucionar dhe përkushtues për lirinë e Kosovës. Kështu që edhe një herë edhe unë të falenderoj që ke gjetë ku mundësi me ardhë, me nda disa momente që thash nuk janë për mu edhe për ty aq të rëndësishme, sa janë të rëndësishme për gjeneratat të cilat vinë, edhe të kuptojnë edhe një herë të them se kjo liri dhe kjo ditë e sotme e bekuar është në sajet e sakrificës shekullore të popullit tonë shqiptar, jo vetëm me luftë, po që ka qenë do të thotë vazhdimsi nga paqësoria në atë të cilët desh do të thotë fundit jetë kthimi i armës së armikut tonë shekullor. Falenderit shumë. Falenderoj edhe shumë. Falenderit, Zotit rujt. Falenderoj shumë. Unë ta kompru edhe një libër sot dhe më ta dhonë. Falenderoj shumë. E gëzofsh. Të falenderoj edhe një falenderoj. Falenderoj edhe një herë shumë për angazhimin edhe rrugën që ke marrë me ardhën deri në këtë ta quaj historike edhe këtë vend historik në ditët më të vështira. Shikues të nderuar,
Çka mund të shtojmë këti rrëfimi bashkëbisedimi? Ku ka humanitet dhe vetmohim më të madh se ti ndihmosh njeriu për pjesën më të vlefshme që quhet jetë. Aq më parë kur këta janë njerëz civil, bashkëfshatar dhe bashkëdretar tu dhe luftëtar të lirisë, të cilët jetën e tyne e ofrojnë. Ata dalin në front për të vrarë armikun, policin dhe ushtarin pushtues, ose edhe për të vrarë vetë. Kjo mvaret nga fati i tyre. Por ai që vetën e sakrifikon për të ndihmuar, për të mjekuar dhe për të dhënë ndihmë për atë çka luftari ka ofruar, kjo është pjedestale, është lapidare. Bravo të gjithë mjekëve vetmohues në luftën e fundit çlirimtare të Kosovës. Çka të themi për fatin e një voglushe që ishte në moshën 5 vjeçare, Drenusha Gashi, siç e përshkroi doktor Ganio. Ajo humbi dorën e djathtë, por shpëtoi jetën në saje të Ganiut dhe Zotit. Ajo sot me krenari bart këtë barë të përjetshme. Ka familje, është nën dhe me pietet dhe nder të madh kujton edhe të kaluarën që në interesimin e autorit ajo e kishte ngjarjen para vetit në bazë të përshkrimit të mjekut Gani Halilaj. Ja një rast, ja një temë për një film të luajtur, producent, skenarist, regjisor, ja ku keni temën. Personi është i gjallë, tani për tani jeton në Francë, mund të kontaktohet dhe nëpërmes një krijimi artistik mund të dëshmohet për luftën e fundit, luftë që nuk rau fëmijë, plaka e pleq, por që ofroi dhe u vran plaka e pleq e fëmijë. Sot derisa po flasim, mbi 1400 fëmijë kanë ndruar jetë, engjëj të vegjël në amshim për lirinë e Kosovës. Lavdi gjithë të rënëve për Kosovën, lavdi invalidëve të luftës dhe veteranëve. Shkues nderuar, me kaq po e përfundojnë edhe këtë emision të radhës Fakti. Është ky emisioni i parë me gjas jo i fundit në të cilin do të paralajmërojmë për përshkrime rëndësishme siç ishte ky. Ju rikujtoj se emisioni Fakti shfaqet çdo të shtunde në ora 21 dhe reprizat të nesërmën të dieleve në ora 17. Dhe krejt ngjarjet kryesisht bazohen në 3 librat e autorit, e cilat janë Hap me Rugovën, Kështjella mosmarrveshjes dhe Pengu, si dhe kompleti i fundit me 5 libra të premtet, me 2500 faqe, me 1500 pyetje gazetazh dhe 1400 fotografi autentike, të cilat mund t'i gjeni në librarin Dugaxhini. Mos e ndroni kanalin e KTV-s Koha Vizionit dhe mos harroni të pini ujë rrugove me disa vipa chips aty afër. Falënderimi përjetshëm për kompaninë Medika dhe Fibula që ndihmojnë në realizimin e këtij emisioni. Mirupafshim. Ancient time when peace only reigned. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika.